Mira Demi thot, do ta keni mbështetjen e të gjithëve neve që ndodhemi në diasporë dhe jam i bindur që edhe një pjesë e mi në Shqipëri dëshiron ndryshimin. Të falenderoj Sajmin, unë do ta mbyll këtë live për sot sepse duhet të vazhdojmë me angazhimet. Dua t'u falenderoj, do ta mbyll këtë live duke përshëndetur Sajmirin, unë uroj shumë Sajmirit që të ndodhë kjo. Dua që çdo mbështetësi ton, çdo njeriu që mund të ndikohet nga balta e këtyre, po them, mendoni për një çast, kush është njeriu që po sulmohet më shumë në Shqipëri në këto kohë? Dhe pse ndodh? Ndodh sepse është palë me ta, apo se u ka dalë si gozhda sharrës përpara dhe duan të bëjnë çdo gjë me çdo mjet, si kanibal, për ta hequr nga kjo rrugë. Mendoni. Mendojeni çfarë po bëjnë të gjithë dhe kë po sulmojnë të gjithë. Me të vjetre, me të rinje, me të gjate, me të shkurtre, si të doni juve, kush është bërë bashkë për të sulmuar kë? Dhe kush është njeriu që po sulmohet nga të gjithë, i cili nuk po sulmon asnjë, por po flet për program, ide dhe parim. Mendojeni. Mendojeni kush janë ata që po më sulmojnë dhe pse e bëjnë? Po e bëjnë sepse duan të më heqin nga kjo rrugë. Nuk kanë shans nga kjo rrugë me heqin vetëm po morën jetër. Jetën nuk ma marrin dot aq kollaj, se ma ka dhënë ai lart, baba e nëna, e po i del kujt llogaria, ta provojnë. Kështu që mendojnë. Trim nuk janë, po dhe njeri që e vë dot kushdo para, ta mendojnë jetë e gjatë, nuk më vën dot para mua kollaj. Jo, pa hyrë në hak njeriu tjetër. Jo. Nuk ka kthim pas kjo. Unë pranoj çdo gjë kthim pas jo. Mendojeni këtë. Mendojeni dhe mos u manipuloni. Ju përqafoj, ju përshëndes, e dua secilin prej jush, dhe kjo është një rrugë për ju, bashkë me ju, se pa ju çfarë mund të bëjmë vetë. Ju pafshim, Regjinë se ka me vete, do dalë ta mbyll vetë live-in. Ju uroj më të mirat, na ndiqni në vazhdim, na mbështesni çdo cep të Shqipërisë. Ju përshëndes.